Pejgamberi alayhi salatu wasallam një ditë i tha shokëve vet. Istahiju min Allahi haqqa al-haya. O ju besimtar, turpnoni nga Zoti me turp të vërtetë. Shiko turpin dhe Allahut xhalla xhelaluhu. Me pas një marrë për Zotit. E çka i bën me pas marrë për Zotit? Kanë thonë sahabët, o i dërguar i Allahut, na kena marrë elhamdulillah. Se ata kanë kuptuar marrën pak më ndryshe. E pejgamberi alayhi salam i ka thonë, nuk është ajo që mendoni ju. Po ai që ka turp i Allahut, çka bën? Men istahya min Allahi haqqa al-haya falyahfaz al-batna wa ma hawa. Ai që ka turp i Allahut si duhet, le të ruan barkun dhe çfarë konte. Çka nuk kupton me ruajt barkun? Çka po han? Pasuria që e fut në barkë Allahut. A është halal? A është djersa jote? Turp, çysh e han djersën e dikujt? Çysh e bën kabull me marrë shfat? Çysh e bën kabull me marrë haram me vjet? Çysh e bën kabull njëri ka besim në zemër? Të ndrozë dietarët e kanë përmendur se në kuadër të barkut që duhet me rujt janë edhe organet gjenitale, fani shpreh me rujt nga zinaja, nga amoraliteti, nga punë të këqija, që fatkeqësisht ka hub turpi edhe ka hub fatkeqësisht kufini, deri ku mund me shku çështja e jetësimit të epshit apo përgjigjes e kërkesave të epshit. Shikoni statistikat të tmerrshme, edhe ato vetëm të regjistruara, sa ka të paregjistruara të rasteve të shkurorzimit në mesin e familjeve tona. Kjo s'ka qenë dukuri më hershme. S'kam pas kësi njerëz, ka pas probleme bashkëtorë gjithmonë normal, po të këtij niveli, të ndarjeve të këtij niveli nuk ka pas. Dhe në analizimin e arsyeve që po shpihen tek shkurzimi, përmi 90% kanë bëjmë me tradhtim bashkëtorë. Parandon Allah na rujtë. Do në raste kur burri të ngruan, gruaja të ngurën, do në ka hub komplet ajo perdja e marrës që e nal ka dalë mëse i martuam jam, ka dalë mëse e martuam je, po ka dalë se nuk bën ato punë veç, hajde çat bën mend ty, po janë dorënë, janë rregulla. Të ndërozër në kuadër të kësaj që sjell situata të këtilla, padyshim, edhe pse dikush nuk don për këtë temë me e trajtu kështu, edhe pse kjo nuk ka të bëjë me fajsim, nuk fajsojmë, por po analizojmë, nga se nuk jemi në situatë gjykimit të çka, por kur analizojmë do të marr këtë problemet që janë prezente dhe mikëshyr, çka po sjell këtë, çka po shkakton këtë, pse po ndodh kjo, kena obligim analizu. Andaj padyshim se një nga faktorët edhe të kësaj situate që e përmenda më herët, të kësaj, domthonë, prishje morale fatkeqësisht në nivelet e shumta e të ndryshme, padyshim se ndërlidhet një nga ato ndërlidhet edhe me mënyrën e veshjes dhe daljes së gruas në rrugë, e shkuarës së saj në punë, e kështu me radhë. Andaj të ndrozur Islami ka kryer mendje teshës, petku është më rëndësi tesha që vesh. Shikoni për shembull, mos më kon tesha më rëndësi, kur kush për neve s'kishur çush për delë se kak. Apo, pse kur kush zvjen, më falni shprehje me tesha gjumit në xhami, mëse s'ban. Pse s'ban? A dënohesh me ligj marrë me pijama në xhami? Jo s'dënohesh. Po nuk është vetë çka dënohesh ajo që dnal. Nëse marrësh, apo shë, marrja të mëson çish më vesh. Apo marrë. Andaj po që turpi është që aq na përcakton çish më vesh na më duk, apo. Pa dhe rrugë kur dalë valla marrë me dal kështu. Apo zvetet kjo punë që marrë ose marrë. Andaj të nëzër, një dalje e tillë që realisht nuk din a veshën, apo është veshën, nuk din njëri qysh me gjykuash, padyshim e turshme, nuk në takon. Andaj duhet me pas kujdes me këshillu motrat tona, bija tona, t'jenë të kujdes shpëdaljen, t'jenë të kujdes me shpëdaljen për rrugë të tyne. Me që tash po vjen vera, me pas kujdes. O rrënesh e Zotit, ki frikë Allahut xhella xhelalu. Nuk po them që krejt tash me dal me shamia, kush kjo është çështje obligim, do me dal çdo më punë soi. Ama s'po ku për një veshje pak më dyshmëdhon, pak më njerëzore, pak më kompletuar. Jo bash ashtu qysh të shet dikon që u dal dikon s'ka dunjas, ku gjymë ndan so ka këtë neve dal, po sa ashtu siem na si ata, ta dalin gjithçysh. Çka s'ka në dunja?
A keni pa, në dunja qasë shënjeri. Po na musliman, na këna një traditë, kemi një kulturë. Andaj nga turpi është edhe me kështu që shpëdën sokak. Nga turpi që shpëflet, turpi Allahut është mas pare. Turpi Allahut është me dalë gjithë në rrugë, turpi Allahut është. Që edhe në xhami marrë me, thash me tesha gjumit, o petë të këvudit, mos të marrë për njerëzë, po marrë për Allahut është Allah. Andaj ka dhe pejgamberi më rruje, marrë për Allahut, me rrujt barkun, me rrujt organet genitale nga kalimet e ka hije, e ndalumë është haram. Ka thonë pejgamberi pasaj, nga turpi nga Allah është, me ujtë kokën dhe qka kanë te. Qka kanë kokë në kokë është goja, është marrë për Allahu gjellewala qka po flasin njerës së dëptën. Vëllaj do njerës dinin të folësh, pas dje marrë për Zotin me qka po fletë Allahu. Flasin për fetë Allahut, flasin për Islam, për musliman, për xhamia, që marrë për Zotin më Allah që po fletë. Ose një musliman fletë për fetë Allahu gjellewala pa dije, që marrë për Allahu më hull pa dije. Feja ka dije, ka argumente. Jo më mërmenja mu për mdukët, për më ka thonë njoni. Nuk o feja kështu la. Feja është ka thonë Zoti, ka thonë pejgamberi. Që kjo feja? Ata i marrë për Allah me folë gjithë shka. Marrë për Allah gjallëvara me shikun gjithë shka. Nga se në kokën edhe sytë. Me rujtë syrin, ka po këshirë Allah. Ka po këshirë. Andaj të nëzë është marrë ka dhe njerë shishën rrugë. E shë është mosh ama qafa dhe mira për venit të këtëj krytë ka po këshirë. Po marrë kjo punë. Po s'ti marrëve, kush do kohë tjetër, apo? Andaj rrujë synin, ole shikimin, marrë për Allahut është. Përshë, që në kam su feja, me rrujt gojnë, me rrujt shikim, me rrujt mendjen, në kokë është edhe veshi, kujdes që ka po dëgjen, kujdes që ka po ngan, është marrë me ngu, të e shajt një musliman e tjere rahat, marrë, është marrë me përgoju për dikane, është marrë me shpiv për dikane ti ngan qëtë muhabet. Që shumë kanë kësi sen, Allah. Marrë për Allahut është, qka po lejen me hi në kokën tonë, Allah. Në kokë është edhe mendja njerit, të mënë, truni ti është marrë për Allahut gjellewala njeri me pas mendimit këshia për Zotin. Qëllim ta që i ka, s'po thamë për bezvese shejtanit, ato së të nevet. Po më menu për shambull, a nuk është marrë për Allahut në rëzët një pyetje për fund me vo. Ja ka për Allahut të rëth mirat, e ka begatu me shumë të mira. Po që e ka spërru në diqka? Me thonë, e pse veç mu Zoti kështu? Veç me shku mene që kështu, pse të veç ty Allah është marrë? Që shre veç ty? Kush në dënjej pas spërru? Ma gjoj një që kur sen se ka prek? As si ka dik kush? As si ka din kur? A gjoma nja? Në s'ka. Tonë venive në ka dik dikush. Dikujt i ka dik, baba, dikujt nora, dikujt gjallë, dikujt gruja, dikujt vla, dikujt... Që tonë kam në dik, edhe në këna me dik. Edhe më stuj veç mu. E që është veç ty? Në këshi dje u dek një tjetër, e para dje u dek një tjetër. Pasaj në vëzë mu anku vazhdimisht, të në të mirët e ka për Allah o zgjën, po s'pidelt për luks, s'pidelt për medal shpeshe, për me shetit shpeshe, me blit shpeshe, ja Allah s'përnuot, se marrë për Allah të mos përnuot, s'marrë për Allah në hullë qëta për, s'marrë, ti kep të në të mirët, të kep shnetet, të kep ratin, të kep familjen, që po të më shumë, dajte me zërë, duhet me mënuni që po fletë, që po menon, që konë kokën e ti, që ka po i sidhet, si ka ato që fletaj, imam shefer, ama në meni i sidhen, e ato që ka sidhet meni, shë Allah, azo gjell, a i shetë që ka konë menën tone, e pëson si shonë, që t'ju që menon ti për mu, as të zi që menej për ty, të në sëret më shefta, a me din Allahu gjellëvala, a e din që menon ti për mu, në për ty, a i për ta, a e din, andaj, pasrën e mendjen, pasrën e gjuhën, pasrën e veshin, syrin, moralin, ka se kjo është pjesë e turit për Allah të varë këtale.